Hadithet e Muhamedit a.s. janë shpjegimi më i mirë i Kuranit, janë fjalët më të mira si përfaqet e tokës pas Kuranit. Ato janë ilaç, lakmamsi, sevap, të mësojnë gjithë shka në këtë jetë. Dhe kështu du të me kuptue risalen, mesazhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, këto fjalimet shkurta qëllimi është të pjekemi, të vetëdisohemi. Veni re. Të pjekemi dhe të vetëdisohemi se në bazë të vetëdisimit ton janë edhe sevapet të Allahu xhelle xhelalu. Muhamedi alayhi salatu wasallam në atë kohë na ka tregu për trupin ton. S'ka fol për shëndetin, po ai hadith sikur me fol për medicinën e kohës sotit, se kam qëllimin të medicina. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam për muslimanin se si duhet me pa botën, duke na porosit se muslimani duhet me jetu për ummetin. Gajlja me e madhe ati ka qenë ummeti. Ka ndru jetë për ummetin aj. Është helmu për ummetin. Ka falë namaznate për ummetin. Lutjen e vetë e ka pas për ummetin. Dhe gati se gjithë shka që ka mund është me folë për Muhammedin a.s. mund është me lidhë me ummetin. Gjithë shka që ka mund është me folë për ta, mund është me lidhë me ummetin. Që do të thotë se shëndeti i këti ummetin në varët në mendjen tonë sa lidhemi me ummetin dhe sevapi dhe xheneti jonë. Dhe Muhammedi a.s. me shefatin e ti që Allah ja mundëson për neve në varën për i dertit tonë për këtë ummet. Ka thonë a.s. Methelu ummeti ka metheli l'gjesed, shembulli i ummetit tem fi të waddihim në dashurin që du të me pas ju me zveti, o të atufihim dhe emocione dhe dhimshmërin që du të me pas ju me zveti, ka metheli l'gjesed si trupi njëriot. Nëse goditit ka thonë me një smundje, të da e lehu sairu l'gjesedi bil humma, i gjithë trupi ka ethe, reagon. Ethet janë reagimi trupit. Muna me mendu se keq është, po mirë është. Kur kemi ethe është mirë, se trupi është i gjatë dhe reagon. Shembulli u metit është kjo. Se vapet tona, namazi jonë, lutja jonë, agjerimi, krejt, haxhi, zekati, në varën prej brengës së muslimanit. Pra, kur dalim prej xhamijës, mas ligjeratës, duhet me qenë registrumit e në këto, unë duhet me jetu për këtë ummet. E tash, kur jeton ti për këtë ummet, ti e një pjesë prej miliardave qelizat të këti ummet. Kjo ummet, para se me arë Muhammedi a.s. e kemi historinë tonë prej të Ademi a.s. dherë të Muhammedi a.s. Historie madhe e bushme. Nga e cila shumë pak përfitojnë, shumë pak pëmsojnë. E kemi Adem a.s. dhe nxarja e ti. E kemi Shifin dhe Idrisin. I kemi popujt e vjetër të lasht. I kemi sprovat e Allahut. E kemi Nuhin a.s. Dhe mësime dhe Ibrahimi a.s. dhe Musa a.s. dhe dherë të Isa a.s. dherë të Muhammedi s.a.s. Mësimet shumëta. Kjo është themeli. Vjen kjo ummet me historinë e Muhammedit a.s. edhe ma e madhe. Prandaj kush prej neve nuk e ka meditu, jo vetëm me lexue biografinë e Muhammedit a.s. nëse nuk e mediton, vallahi s'ki kuptu kur gja për fejs. Ka mundësi me pas edhe doktoratura, edhe magistratura, edhe docenti fejs mu bo, nëse nuk e ke meditue biografinë e Muhammedit a.s. në detaje, s'ke në marrë veç kur gja. Sa tjenë qasjet e Allahut mbi Muhammedin a.s. edukata e Allahut mbi Muhammedin a.s. dhe sahabët. Pastaj vjen historia jonë e madhe mbas vdekjes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Khalifet Rashidun, tabi'unt, atba'i tabi'unt, dietarët e mëdhej, mbledhja haditheve, shkencën veti. Muhammedi alayhi salatu wasalam kur ka fol në sajet të ummetit, kur s'ka fol në sajet të arablokut, nacionalizmit arab për shembull. Ja, shefnin në botë që ka ndodhë, kur në ka ndonë popuj e tjerë.
Në shëmblet e këna me fol tash. A shini Kosovën dhe Shqipërinë, apo? Bojnë mohabet. Mas gjeneratëve tjera, popull tjetër kanë me zonë kosovarët vetën, shqiptarët tjerë na tjerë. Jo tash, më vonë. Po kjo është një temë tjetër. A mendon që rasisht janë këto ndarje kështu me gërshana? Jo, si janë. Kur ka ndodhë që muslimani mos me mendu si ummet, ka ndodhë kjo. Kur hoxha nuk ka mendu si ummet, ka ndodhë kjo. Kur kadiu nuk ka mendu kështu, kur ai sultani atje nuk ka mendu kështu, kur tjetëri s'ka mendu kështu, ka shku kjo punë. Dhe kjo nuk thjet. Kështu që një musliman i cili nuk mendon si ummet, se ka kuptu Muhammedin a.s. Ka mundësi ka kuptu diçka, ka simpati, ka diçka prej asaj. Sot e kena këtë problem në ummet. Vëzër, kuptojeni këta. Kjo është problemi jonë. Që të thosë, a i trup është i smur. A i trup është i smur. Nëse trupi ka kancer apo sheqer, rezistencë insulinës e kujt diçka, tiroide, atë këtë, a i smut është. A i trup është i smur. Nëse ti e mendon veç krahun tant, veç profesionin tant, nëse ushtron vetëm një pjesë trupit, nëse i merr vetëm disa ilaçe, tjera si merr, ti je i smur. Ai trup është i smur. Dhe nuk e di a e dini, po sigurt e dini se kur është largu hilafeti në këtë ummet prej Istanbulit, e kanë sjell njërin në Selanik, si e kanë qujtë, a e dini? A mërë me thonë dikush? Qa është të folni, gritë një zonë. I smuti i Bosforit. Në kamerë gjemati me folë. Kanë folë sahabët. I smuri i Bosforit. Pse i smut? Ato e kanë di pse, thënë. O vëllazër, marrë është. Tërë dhëtë më në ardhë. Ka prej sociologëve, politikologëve, njerëzit të meqër që ka. Atje, ma mi se na e dini islamin, o vëllazër, i natë të më në ardhë. As kini i natë, ja. O vëllazër, kësin gjeri ka ditë islamin, ma mi se shumë musliman. I natë i mje valla, valla mje i natë. A në vje i natë, bre. I natë të më në ardhë. A i ka thonë në të ko, civilizimi përëndimit, për dalim nga Lindja, për musliman të ka qëllimin, thot na, Franca me Gjermanin, kanë luftue, lufta sa dush. Me po me himi rezuën në Wikipedi, pak shkullin në qatë GTP, lufta me Gjermanis, shqyrë një shka delete. Sot vram. Thot na dina më ullin në fund më marrvesh. 49 për 51. Sos. Ato Lindje thot, ata copa bon, dhe i në fund, s'din më nalë ata. Nuk din më nalë ata. Për neva të thonë. Sepse na e kena harru këtë pjesë, po e ka zëjtë në këtë aspekt, se na e kena harru pjesën e kuptimit të ummetit si trup. Si trup. Qëka do me thonë kjo? Muhamedi a.s. Kur e ka shiku ummetin si trup, e ka shiku edhe historin, edhe të kalumën, tashmën, të ardhmën, shenjat e kiametit, krejtë zbashku, edhe dertin që e ka pas, a e ka pas qështu sikur në dorë, sikur dorën me pa. Kështu e ka pa ummetin. Wallahi billahi kështu e ka pa, që? Në dorë e ka pa. Ma mirë se Google Maps. Ma mirë se kjo e ka pa, kështu e ka pa krejt. Përëndaj, paramendoj, në atë kohë ka thonë, u trukut turke të rakukum, pas 700 viteve dikon, muslimanti i kanë ngutë statartë, Mongolien, kote shtetë është tash. Kote shtetë, mes Rusisë dhe Kinës është. Ma në atë kohë kanë qenë fort ata, ka thonë, lejmë si ngusni ata. Sepse a i ka mendu si ummet, a i ka mendu si lider, a i kur si ka sfidu njerëzit, si ka nënçmu problemet. Sallallahu alaihi wasallam. I njëjti sallallahu alaihi wasallam, kur e ka dit, e ka kuptu se ensart, këta që e formun Medinën, këta që ja formun shtetin, ja formun vendin, ja dhanë shpijat, tokat, gjithë shka i dhanë. O dhezër, ma dje dhe disa prej tyri që i ka pas 4 gra, ka thonë talak, i ka shkrozu 2 gra, që këta shqiptari së në banë kur, heq harroj këtë punë. Këtë punë se ne bojë shqiptari, kur, as në filmat fantastike se mund me mendu shqiptari këta, sahabiju e ka bo. Qka thot pejgamberi sa se më fund tjetës vetë? Ja ma në qenë në nësar, kështë për të kajtë vallaj. Prej malit, më nëngjimit, dashurisë malit që kanë pas, burrijës që kanë pas të sahabë. O vëllazër, këta kanë formu Medinën, e kuptojnë, tokat i kanë shluë, gjithë qka kanë bëhë këta, xhamin e kanë formuë, me trup e kanë mbrojtë Rasullullahi a.s. Gjithë qka kanë bëhë. Në Uhud, 7 ensar me trup e mbrojnë Rasullullahi a.s. Më që se kolla që kini ndëgjujo, po, këto kanë qenë ata. Kanë qitë trupin,
që gjeta kanë shuta ata, i pari, i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti, i shtati. E mbrojnë pejgamberin nësa. Këtyre njerëz u thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ma'shar al-ansar, u ansar, tajiduna ba'di athratan. Pas mua njerëzit kanë më shkel juve ta dini, i përgatit këta. Kjo është një mësim edhe për krye familjarin ndonjëherë, kur e ka një djalë pak më të mëshëm, ama ingrati është më modest, duhet më mësu pak çish me bë me vëllezërit e vetaj. Duhet më marr për dorë, më thon këto vllaznitë tu pak janë sersej më pak të gosh që janë ti bën sabarti. Ti duro më shumë ti se ti bëj forti je. Që më kon bashk. Tajiduna ba'di athratan. O ju ansar të mi, o ju shok të mi, kanë më shkë njerëzit juve mos. Fasbiru, duroni hatta talqawni ila al-hawd, derisa të më takoni te bazeni në xhenet atje. Një gjysë fjale s'është ndëgju më për ansarve, kur? Një gjysë fjale mos e kanë thanë kur ta, asnjëherë. S'kanë pas poste, heq. Ama këta e kanë formu Medinën. Pse? Se e ka ditë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se do të ndodhin shumë për ngjarjeve që ndodhin. Kjo është problemi i këtij ummeti sot. Këtë trupi jonë, momentin që nuk komunikon me zveti, zemra me trunin, venat me trunin, kapilarët e ndryshme, gjaku, kualiteti i gjakut, sheqeri e tjerat, formohet smundja dhe vdekja është punë dyq. Vdekja është punë dyq. Kjo ndodh me neve njëtë. Cilat janë smundjet? Zilia, inati, dëshira për post, me çdo kusht, dëshira e dunjas, dëshira e kësaj dunjaje, mos besimi, mos bindje në botën tjetër. Kur ti fol mas shpinës vllaut tan, kur ti nuk e këshillon, nuk ja do të mirë, nuk je besnik, nuk e do këtë ummet, nuk e shikon si tërsi. Kur ki tendencë, çka tendencë, ti e shikon me një sy tjetër vllaun tënd. Okej. Me tendencë kur e shikon, vllau jot, ai saf që është me ty së bashku, krejt na, jena tërsi e ummetit. Duhet me dash një tjetrin, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë vasijet me dash një tjetrin. A e dojmë na atë, po mos stivemi na tash, vetëm të lotojmë ilahijet kur i ndëgjojmë. Do të gëzoj ki din merita, po? Apo kanë? Do të gëzoj, po do të më gëzu për një me. Se sahabion se ki gjallë, ti Omer ibn Khattabin se ki gjallë, ure ty të kam, na jena, me zveti. Ti Omer ibn Khattab për muë, Abu Bekr për muë, Amr ibn As për muë, na jena me zveti, s'ka tjera vëllezër. Nuk gëzoj me të shiku ma atë pjesën, i filan katunet të është taj. A tjetri, i filan malit të është taj. A tjetri, jena në predika, edhe ata kanë qimë predika, ama një umetina. Një gjamijena, edhe gjamijet me zveti dhe kajtë. Prandaj nuk kena mundësi me hecë për para. Nëse nuk e shohim tërsinë e ummetit, tërsinë e interesit të ummetit, po flas për interes, po flas për fetva, po flas për lakpamësi, po flas për sende që nuk guxon të mi gjykuse. Nëse ti fillon kështu, atëherë ke formu kancerin, a çka kanceri kur ti ndahesh, kanceri nuk është diçka tjetër, një qelis që është nda prej trupit, e janë bë 2, e janë bë 3, e janë bë 4, e janë bë 5. Ti mendon se ke ndërtu diçka, janë bë 1000 ndoshta ato, e bën 1 milion ndoshta edhe një ditë. Ai kanceri e merr njërin direkt. Njëri smut. Njëri smur. Po është smur ai ummet atëherë kur i kanë thënë? O vëllazër, këta të njëjtit janë. Ti çka i tu po tash në televizion, ai tu po? Të njëjtit janë, çata. Po ala e kufrit në botë, ata e kanë të vetën. Ata kanë imanin e vetë. Besojnë të shejtani. Besojnë të e vetja. Ti dush me besu të Allahu xhelle xhelaluhu. Nëse besimtari nuk beson si duhet të Allahu xhelle xhelaluhu, sprovën ti edhe mu që dhe jep Allahu mos këto se ka marrë një melek e na ati melek i s'kena me besu. S'ka melek. Nuk vi melek. Vllau jot është. Vllau jot është. Me gjithat metat që i ka. Vllau i shtëpisë, vllau peshi, vllau në ndërtes, vllau në mahall, vllau në xhami e tjerë. Na janë ata. Prandaj nuk kuptohet bota në sa jetë refuzoj ta se duk ta jetoj vetë në këtë mos më jetu. Sepse stili i botës sot, stili i telefonit, stili i profilit tan në internet që ti gëzohesh me atë, ti thune, këti kam unë, vetë i kam unë. Vetë i kombone, si ki bo vetë. Kur gjo s'ki bo vetë. Asnjëri prej neve nuk ka bo vetë diçka.
Në shpinën tonë, në ADN të islamit tonë, ka shahida, çakderdhje, lufta, sakrifica, njerëzi të cilët e kanë bërë një vepër, a e di sa njëri e ka bërë një vepër kur kush nuk e din botë, ai e ka bërë. E keni dëgju Abdullah ibn Mubarak, ai njëhet për dietar apo? Po nuk ka qenë veç dietar ai. Një luftë për lufta me Romakët, del një Romak, në luftim me muslimanët, dhe i vret dikun 4 apo 5 apo 6 prej muslimanëve dhe li ferr, thotë, a ka ala? I fort. Se dalin asnjëri për muslimanëve. Hoxha ka qenë në safin e fundit, e mbulon ftyrën e vet. Shokit vet i kërcënohet i thot, gabon kallzon ti mua. Copa të bëj. Zgozon në kallzon ti mua. E mlon ftyrën del. Edhe kia kthen me 6 tjerë. Kur vdes hoxha e kallzojnë. Se hoxha ka qenë Abdullah ibn Mubarak, ka qenë ky i cili ka bërë këtë. Po pse më ftyrën ki? Po pse dul atje? Pse i mendoj të sene? Këta njerëz kanë menduar si ummet, si tërsi. I njëjti, kur e ka gjetë dikan prej muslimanëve që ka pas borxh me një han, vetë pse ka ndëgjuar, ka paguajt borxhin, mas i ka ndruar jetë, ka marrë vesh ideali se ky të ka liru prej burgut. Se në atë kohë janë burgos njerëzit që kanë pas borxh, e kanë liruar, këta kanë jetuar për islamin. Kanë jetuar për ummetin. Pra kanë bërë vepra, sa vepra në ummet janë bërë, tjera me bë vëllime shkruhen në histori, njerëzit që kanë bërë vepra shumë madhore, kur s'kan përfitu. Kur s'kan përfitu, po kanë përfitu shumë të Allahu xhalla xhelalu. Nëse nuk e kalojnë në këtë prag, nëse kanë bërë vesh për islamit kur gjë, vetëm se simpati. Ka ardhur Ramazani, shkoj Ramazani. Erdhë Ramazani, shkoj Ramazani. Erdhë Xumaja, shkoj Xumaja, për të mirë. Kur s'kan bërë vesh. Madje muslimanët të asaj kohe kanë jetuar zbashku me jo besimtar dhe ato jo besimtar kanë bërë shembuj të muslimanët, shembuj. Sikur komshiu Resulullah te sem jehudi ka qenë, para me bërllogin e ka qit. Metorinat e ka qit. Resulullah te sem, ndërsa i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam shkon e viziton jehudiun e vogël se ka qenë i smur. Shkon e viziton. Çka ka të keqë me shku me vizitu? Një jehudi. Shkon e viziton, sa i s'ka faj, djali s'ka faj. Kura shese ja viziton djalin Rasulullah s.a.s. personit që i cili ka qenë i keq me pejgamberin e sam duke e di se në Medina ai ka pushtet. Ai ka mujt vetëm me një si të vogël që ato fshini për të mirë e kje, se kësha pa korma, se ka ba këta o vëllezër. Pra nuk ka qenë na, Rasulullah s.a.s. nuk ka qenë na. Na me konë, na mafiash, na e sosna për 2 minuta. Ku mujna? Kus mujna? Në hadithet e sabrit. Ajetet e sabrit duhet. Këta jena na. Rasulullah s.a.s. as që i bën hesab të sende, sepse ai mendon si ummet. Prej lartë shikon ai. Shkon e viziton, kur është jehudia, subhanallah ka ardhur djalin më vizitu mua, po të ati Abul Qasim, respektoj Abul Qasimin banu musliman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kjo është. S'ka pas shumë fjalë, shumë ders kina. Nga s'dina më nalë të folë. Po kjo është realiteti jo në vëzër. Nëse nuk e kuptojnë a islamin si tërsia e ummetit, një trup. Fi të waddihim dashuri. Në gjithë qka, një trup. S'ka lidhje kush e sus punën. Ta sahabat radiallahu anhum këta e kanë kuptu nga pejgamberi sa. Pasha Allahun. Ti më në shpelezu hadithe sa dush, këtë përmenë që mi mësu. Nëse nuk e kuptojnë si tërsi, s'ke kuptu kur gja. Nëse se kuptojnë historinë tonë si tërsi, s'ke kuptu kur gja. Shembujt i kena mrenda, që kështu kuptohet Kurani, kështu komentohet Kurani, kështu meditohet Kurani, kështu hadithi, këtë kështu kuptohet. Në ummet, a dini pse ka ndodhur të përçarje, që tash kur vjen puna Bajramit, 2 milion mendime. Një djali i ri kur Zot, unë e them këtë fjalë, vallahi xahilat kanë met shumë keq. Remi kanë met, ka njerëz që xahila ala. Sa kanë nisë namaz me fal. Çka kanë këto muslimanë? Çka be puna këto muslimanë? Pse ka ndodhur kjo? Se na muslimanë kanë filluar mi kuptu hadithet një nga një i lexojnë. Si lexojnë si tërsi. I lexojnë veç mas. Vesh një hadith, vesh një ajet, vesh një hadith. O, ashtu nuk sosen kur ashtu. Mendimet nuk sosen, por nëse i lexojnë krejt së bashku, nëse kupton si tërsi, këto është problemi. Edhe si ummet, si tërsi duhet me pa. Si tërsi duhet me pa ummetin. Prandaj vëllazër,
kur ndodh që në botë, po shohim në botë, kur ndodh që dikush e sulmon dikan, atëherë na e kupton djegën neve. Apo djegën tjetrit ja kuptojnë ana. Kur na ndodh neve diçka që i ka ndodh dikujt në botë, na subhanallahu keq e pas ka pas shumë ai. Shumë rënë e pas ka pas ai. Po a do të më na ndodh këtë neve diçka që më kuptu se sa keq e pas ka pas ai. Sepse na mungon kjo pjesa e ummetit. Nëse neve kthehemi në këtë pjesë, edhe e kuptojna tërsinë e ummetit si tërsi. Pasha Allahu ndryshe do të bëhet krejt. Ndryshe do të kuptohet feja, ndryshe ajeti, ndryshe hadithi, ndryshe krejt. Nëse nuk e kuptojna kështu fejnë Allahu xhalla xhelaluhu, atëherë jena të kërcënuar prej Allahut, ta dimë. Do të na ndodhin sene në familjen tonë, do të jemi të smur në trupin tonë, se kena kuptuar që jemi të smur. Andaj shëndeti i vërtet është kur të kemi njerëz si Khalid ibn Walid, këtë ushtrirë ka pas, këtë meritat i ka pas, i ka thonë vetës, unë jam njëri prej muslimanëve pik. Njëri prej muslimanëve kur gjo, s'ka dosh me ndëgjuaj për këtë punë. Këtë ushtrirë ka thonë ti e ti. Me na me ty jena. Jo, unë jam me Amr ibn Khattabin pik. Pse nuk pat hatër mbetje këtu? Sepse e kuptoj se është puna mësues. Nuk është qëllimi unë mu ekspozu, këtu është dallimi. Andaj dietari i madh Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, ka thonë shumë prej njerëzve kur thrasin te feja Allahut, thrasin te vetja. Feja është sendi më i madh në botë. Këta dhe strategët dhe geopolitikologët më të mëdhenj në botë, këta tonë nuk marrin vesh. Islamofobët shqiptarë që lidhje me dunjan nuk kanë këta s'marrin vesh. Ato tjetër diçka thojnë. Ata thojnë, nëse nuk e ke një besim pejgamberik, një vizion pejgamberik, nuk ka mundësi një popull me lullëzue. Që do më thonë se nëse se ki dush me shpik, edhe me hes për para. Jo, e dini se në Amerikë në Bibel ato e qesin dorën. A besojnë, s'ka lidhe a besojnë. Në rëndësi e kanë Biblën ata. Besojnë. Kështë që mos të harojnë nëse një trup, nëse nuk bahemi, ditën që u gëzove me të keqen e vllaut tant, ti je i smur, ti dush me shku në varr. Ti i smur, dush mu shnosh. Ditën që u gëzove me të keqen e dikujna, jo për mos u gëzove me të keqen e ati. Për pas, faraonat e ndryshëm në dunja që ndodh, dënimi Allah që i gjenë ata, që s'kanë kuptue. Raste tjera, bahu i meqëm, kuptue këtë fesi tërsi, sepse Rasulullah a.s. Islami nuk ka ardhë me shumë ajete, shumë hadithe, ka ardhë me copa kështu, që në fund të bashkohen për ta kuptuar të vërtetën e kësaj feje. Problemi i hoxhallarëve, problemi i xhamateve, problemi i ummetit si tërësi, dhe i kretë sendeve që i kemi sot, është problemi i mos kuptimit, mos kontributit për njëri tjetrin. Prandaj vëllezër, në ummet ka nevojë për parë ndonjëherë me ndihmue. Tjerë kanë nevojë me folë të vërtetën, tjerë kanë nevojë për trima. Çdo kush i cili është mafias sot dhe trimërinë e vet e shfrytëzon, po ummeti ka nevojë për çasi mafias, por jo mi bozullum njerëzve, mi u ndihmu njerëzve. Pendohu. Çdo kush që ka qenë luftë dhe shtrim dhe ka një farë llojnami, mos e përkam ata, mos e shkel ata. Bonu burr, pajtoj njerëzit, afroj njerëzit, ndihmo se ka nevojë me ndihmu atë. Çdo kush që është inteligjent, mos e mbaj inteligjencën tonë me të marr për ndihmit i kushtime të blej me parë, me shku atje, sikur që po ne i bleneve mendjet kthau këtu, çel këtu. Bahu i këtujt, çdo kush që ka forcë ndërtimore, kthau këtu, çdo kush që ka inteligjencë, trupi ka nevojë për inteligjenta, trupi ummeti ka qëllimin. Ka nevojë për të mëshëm, ka nevojë për dietar, ka nevojë për trima, ka secili në anën e vet do të më ndihmojë dhe më kuptues se ku është roli jot. Nëse nuk e gjejmë vetëm dikon, ka vend për ti, ta dish. Këto shpeshherë po na krijon një stres e njerëzve të revoltuar të cilët bën kancer, o vëlla mos u bë kancer. Nëse je i dyti, i treti, i katërti, ka mundësi mu boj parit, s'ka lidhje. Vjen roli jot. Një fjalë që e thot dikush, e ka shpëtu një ummet. Ai hoxha i cili pas ka ndet në kohën e mbretit Gjahdun, 20 vjet pas ka ndet në shpellë, me vite të tëra pas ka ndet, i pas ka ardhur momenti dhe koha kur ai djaloshit i thot, ja bunayya anta al-yawma afdalu minni, o biri jam ti sot më mirë se unë. Një ummet e ka shpëtu ai djalë. Një ummet atëre ka shpëtu. Prandaj mos e nënçmo vetëm ti. Thirr rrugën e Allahut. Mos u bën për atyre që mendon se nuk kanë vlerën, si jam nga të hoxhës,
S'ka lidhje, se ka shumë njerëz ngatmin me qenë, për s'ka lidhje e punë. Dhe ka mundësi me qenë lartë dikush me qenë më i mirë edhe se hoxha bile. S'ka lidhje kjo punë. Sepse shpërblimi neve Allahu na jep. Andaj, a kena mundësi tash me formu një hartë për vetveten, se ku e gjen ti edhe unë vetveten në hartën e ummetit, në trupin e ummetit, a jemi duke i bë damna, a jemi smundja e ummetit, a jemi ilaçi. Le të përgjigjet secili prej neve, Allahu na bëj prej ilaçit e mos na bëj prej smundjes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibn Hawaz